Faleminderit shumë të gjithë. Duhet të ecim përpara pavonesa. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Pres një perspektivë më të mirë, që të ketë investime duhra, që të ketë mirëqenie më të mirë, që qytetarët përfitojnë atë të cilën e kanë synim. Gjitha sektoret, pothuajse, po mas pari do me thënë në edukim, në shëndetësi, që janë si familjare diçka shumë rëndësi për neve.